Gjithnjë më tepër por vërtetohen shqetësimet e Aleancës Kuqezi të parashtruara dhe ngritura që në fillimet e këtij procesi. Abuzimet konstatohen në tërësi të procesit duke përfshirë regjistruesit dhe të regjistruarit. Theksojmë se manipulimi ka arritur kulmin në fshatin Shëngjersh të Korçës, ku banorët me emra musliman po vetë deklarohen si grek. Disponojmë dhëna që shumë regjistrues po përdorin lapsin në plotësimin e formularit duke lënë hapësira për abuzime dhe ndryshime të dhënave. Shumë qytetarë po fotokopjojnë formularin e regjistrimit për ta përdorur si dokument në konsullatën greke. Sipas informacioneve të marra, është mos e qartë se këtu është i përfshirë konsulli grek, i cili ka vendosur të shpërblejë qytetarët me një sasi të hollash në këmbim të deklarimit të kombësisë greke. Konsullata ka vendosur njerëz në rolin e sekserit, të cilët ndërmjetësojnë këtë veprim abuziv. Përfaqësues të ambasadës maqedonse u kanë kërkuar qytetarëve në zonën e Gollëbordës të deklarohen me kombësi maqedonse. Gjithashtu kanë kërkuar përzgjedhjen e disa regjistruesve në këto zona.